Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Receta e lashtë japoneze me vezë që kuron reumatizmë dhe artritin përgjithmonë, jasti ta përdorni. Janë të shumta recetat popullore që nuk njohim, në këtë rast na vjen nga Japonia. Përzierja e vezës duket se është e dobishme, jo vetëm për dhimbjet e kockave, por edhe për gjendjen e këputjes. Ja se si të veproni për të përfituar prej saj. Lajini mirë vezën dhe vendoseni atë në një gotë në të cilën më parë keni vendosur 150 ml uthull-molle. Lëreni të qëndrojë për 7 ditë. Gjatë kësaj kohe, lëvorja e vezës do të shpërbëhet dhe do të mbetet vetëm një cipë holle e cila mban të bardhën dhe të verdhën e vezës. Hiqeni këtë cipë dhe pjesën e brendshme vendoseni në gotën me uthull-molle dhe përzijeni mirë. Konsumojeni këtë përzierje 3 herë në ditë nga 10 ml, duke hedhur atë në një gotë me ujë të ngrohtë. Ky lëng kremoz është shumë i mirë për shëndetin e kockave dhe të jep energji. Në këtë mënyrë, trupi ynë mund t'i marrë të gjitha vitaminat e dobishme, proteinat dhe gjithashtu kalciumin nga veza. Duhet të keni parasysh se edhe lëngu i hitrave është një ndër metodat më efikase për sa i përket kurimit të dhimbjeve të kyçeve. Dhimbjet e kyçeve vijnë për shkak të sëmundjeve dhe të problemeve të ndryshme shëndetësore, duke i lënë pacientët në agoni dhe në vuajtje. Këto dhimbje trajtohen me disa kura mjekësore dhe një prej më të mirave është pikërisht ajo e hitrës. Kjo bimë është shumë efikase në zbutjen e dhimbjeve. Ajo gjithashtu lufton inflamacionin dhe në organizëm pakson dhimbjen dhe ëndjen. Një nga mënyrat më të mira për të përfituar pikërisht nga këto vlera është çaji i hitrës së freskët ose të thatë. Lëngu i hitrës përmban gjithashtu shumë minerale të shëndetshme, përfshirë kalciumin dhe njëkohësisht magnezin dhe hekurin. Kjo e bën këtë lëng të jashtëzakonshëm për njerëzit të cilët vuajnë nga anemia, por edhe për parandalimin e sëmundjes e cila gërryen kockat me kalimin e kohës dhe me moshën tonë. Lëngu i hitrës së freskët. Për këtë lëng, juve ju nevojitet çaj me hitra të freskëta, 1 filxhan dhe 2 filxhan lëngu me ujë. Bani doreza gjatë pastrimit të hitrave dhe lajini ato me ujë të bollshëm. Më pas, hidheni në tenxhere dhe lëreni që të marrin një val. Uleni zjarrin dhe lëreni të ziejnë për pak kohë. Menjëherë më pas kullojeni lëngun dhe pijeni. Shtoni mjalt nëse dëshironi. Lëng me gjethe të thata hitre. Merrni një lugë çaji me gjethe të thata dhe hidheni ato në një çajnik me rreth 2 gota ujë. Zgjeni ato më pas për rreth 10 minuta. Pasi ta kulloni lëngun, shtoni aty mjalt për ta ëmbëlsuar dhe pak kanellë e cila ndihmon kundër inflamacionit. Gjithashtu nga ana tjetër, lëngu duhet pirë i ngrohtë. Mundet që ju të pini 1 ose 2 gota në ditë për sa kohë të filloni dhe ta ndjeni veten më mirë. Lëngu i hitrës nga ana tjetër është edhe shumë i fortë, prandaj ka një efekt të menjëhershëm në organizëm për shkak të flavonoidëve dhe karotenoidëve, vitaminave dhe mineraleve. Hitra njëkohësisht është e veçantë pasi është e pasur me kalcium dhe magnez, madje më shumë se barishte dhe se zarzavatet e tjera. Flavonoidët dhe karotenoidët që gjenden pikërisht tek lëngu i hitrës së bashku me sasinë e lartë të vitaminës C, i japin kësaj pjeje efikasitet të plotë në lidhje me fuqizimin e sistemit tonë imunitar. Aplikimet të ndryshme të hitrës janë po aq efikase, madje më të drejtpërdrejta, por gjithnjë sugjerohet që ju ta pini lëngun e hitrës për të përfituar sa më shumë prej tij.
Gjithashtu ju mund të përdorni dhe recetën me vaj ulliri dhe me krip. Dhimbja e kockave po kthehet në një shqetësim të zakonshëm shumë të përhapur kudo, edhe në vendin ton. Kjo ndodh edhe sepse njerëzit nuk kanë shumë kohë për aktivitet fizik, ndërkohë që jetëgjatësia është rritur. Kjo nënkupton se njerëzit po jetojnë më gjatë dhe rrjedhimisht ata i përdorin muskujt dhe kockat e tyre për më shumë kohë. Në përgjithësi, njerëzit kërkojnë ndihmën e medikamenteve qetësuese dhe po ashtu shpesh këto ilaçe, kur pihen me tepri, janë të dëmshme për stomakun edhe për mëlçin tuaj. Natyra nga ana tjetër na ka dhënë shumë burime të rëndësishme kundër dhimbjeve të cilat nuk i dëmtojnë organet e tjera dhe po ashtu shpesh kur ilaçet pihen me tepri munden të jenë të dëmshme, prandaj ju mundet që të përdorni këtë recetë fantastike. Vlerat e vajit të ullirit. Vaji i ullirit është i pasur me polifenol, të cilët janë tepër të rëndësishëm për shëndetin ton dhe shërben si antioksidant. Në momentin që ky lëngiar të bie në kontakt me organizmin, ai arrin që të ngadalsojë plakjen e qelizave, dhe kjo do të thotë që dhimbjes i duhet akoma dhe më shumë kohë për të shfaqur. Prandaj, vaji i ullirit përmban edhe substanca të cilat parandalojnë aktivizimin e inflamacionit. Vaji i ullirit nga ana tjetër rregullon edhe qarkullimin e gjakut që rrjedhimisht mban organet të shëndetshme. Vlerat e kripës së detit. Trajtimi me vaj dhe krip kërkon krip deti sepse ajo ofron përfitime shumë të mira për organizmin. Kripa e detit përmban magnez që forcon gjithashtu indet. Mineralet e tjera tek kripa janë shumë të mira për sistemin imunitar dhe gjithashtu për shërimin e kockave dhe të muskujve. Sikur të mos mjaftonte kjo, kripa e detit gjithashtu arrin të përmirësojë qarkullimin e gjakut dhe eliminon sasitë e tepërta të sodiumit në gjak, duke ulur kështu edhe tensionin e tij. Përbërësit që juve do t'ju duhen për këtë recetë janë një gotë me ujë, 20 lugë gjelle me vaj ulliri dhe 10 lugë gjelle me krip deti. Përdorimi i kurrës kundër dhimbjeve të kockave. Shtoni vajin e ullirit dhe kripën në ujë dhe përzieni ato së bashku. Masën e përfituar përdoreni për të masazhuar zonën e prekur nga dhimbja për rreth 3 minuta. Masazhi fillestar duhet që të zgjasë 3 minuta dhe më pas ju duhet të arrini që të masazhoni zonën e prekur për 10 deri në 20 minuta. Kjo kurrë më pas duhet aplikuar në lëkurën tuaj për 10 ditë me radhë. Rezultatet do të jenë njëkohësisht të shpejta dhe afatgjatë. Do të shikoni që do të mund të lëvizni më lehtë dhe dhimbja juaj do të zbutet ndjeshëm. Nëpërmjet këtij masazhi qelizat tuaja do të rigjallërohen, qarkullimi i gjakut do të jetë më i mirë dhe sistemi juaj imunitar do të jetë edhe më i fortë. Në disa raste ju mundet që të lëvizni më lehtë dhe dhimbja juaj do të zbutet ndjeshëm. Nëpërmjet këtij masazhi, qelizat tuaja do të rigjallërohen dhe qarkullimi i gjakut do të jetë më i mirë dhe sistemi juaj imunitar do të jetë më i fortë. Në disa raste, ju mundet të vëreni që lëkura juaj mund edhe të skuqet. Kundër skuqjes ju mundet që të përdorni një peshqir me ujë të ngrohtë dhe pak pudër. Ne ju këshillojmë që ta përdorni këtë kurrë, nuk keni asgjë për të humbur, përkundrazi mundet që të përfitoni shumë. Mirë po duhet të dini se informacionet nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet të përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloni më parë me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato.
Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.